kanë mu thirë në një tmerr që në men kur që ka rapër. Në një mjerim të pa imagjinueshëm, në një tmerr të pa paramendueshëm, të frikshëm, të tmerrshëm. Allah i ka thirë në dunja të vëllezër që zemër t'i përulin Allahut azza wa jall. Ule zemrën për Allahut. Ule zemrën për madhnisë Allahut te bareke ve teala. Ule kokën për ati. Gjynzohu për Allahu xhallahu ala me të ngritë Allahut te bareke ve teala. Që kjo është oferta e Kuranit, që kjo është skandasht. I thret pejgamberit me shpëtim, s'dan, ndo mos da kimu përgjigj. Por pyetja është, cilës thirrje kimu përgjigj? Cilës dhe në cilën kohë kimu përgjigj? Shumë domethënse, çka që të tmerruar nga ajo që kanë pa, edhe çka që të poshtnuar nga ajo që kanë bë, nuk kanë me pas guximi që usit në atë. Khushane bësaru, poshtë apo. Kokën poshtë, nga turpi i madh për Allahut azza wa jall, kënë e kanë më huafë, qëfar thirrje kanë refuzuafë, qëfar mundësie kanë humbë. E Allahu po edhe ule kokën dunja për Allahun xhallahu ala, por ule zemrën për Allahun xhallahu ala të ngritit në gjykimit. Mi po këtu arrogancë, mendje madhësi, këtu domethënë refuzim, do të vije kohë kur kemi u përgjigj një thirrsi, por nuk është thirrje për me të nderuar. Fatkeqësisht për shkak se vetë nuk e kanë nderuar. Kur dalin nga varrezat njerëzit, ata që nuk e kanë mësuar kushtin e pestë të imanit të kiametit. S'dena jetë. I den se ka që ka me ndodhë. Kur njët vetë s'ka një qari në gjallja, s'ka besu, s'uman me këtë qështje, sikur se flutura. Ju i letë, jo me fluturën praverë. Po fluturat në dhëtë nëzërë, a ka orientim në fluturime? Ja, ke po, heksajt. Flutura të nërlozër fluturime ka të qërientuar. Për arsye Allah xhallahu ka përmend do të kenë rrugtim të qërientuar, nuk din ka më shku, shkon kësajt. Derisa jo jep Allah në rrugën, jo më jed udai, i thret dikush hajde ko. Kanum jaradun muntashir, sikur se karkalisë ka vojë bujnë shumicë, kur janë njëjtë ndan shkojnë apo. Të karkalisë nuk bujnë kështu, e keni vënë, por e kanë njëjtë orientim. Edhe këta grumbull i madh, mirë po të gjithë me një drejtim. Nuk guxon askush të shmanget shtegut të përcaktuar drejt thirrjes që e dëgjojnë ato. Të nxituar shpejt, jo ka dale. Shikoj sot disiplinum këta po dishme kon të edukum, këta po dishme dëgju, po mas kohë fatkeqësisht. Sikur të kishte me nxitu hapat kur Allah thonte hayya ala salah, eja namaz, hayya ala falah, eja shpëtim. Kishin hitan në xhenet me respektin më të madh dhe me nderimet më të mëdha. Po kur Allah i ftonte në shpëtim, nxitonin tjera punë, s'kena kohë. S'kam kohë. E tash nxitojnë muhtaina ila da'i. Nxitojnë të përgjigjen çti thirrsi, që po i thret ila shay'in nukur, që po i thret të një çështje e tmerrshme, shumë e frikshme. Lajmet për ditë gjykimit Allahu i ka përmend në kohën e kaluar. Ato s'ka ndodhur. Nëse do të ndodhë të ardhmen, pa e ka përmend kohën e kaluar për faktin se merre këtë punë të kryme, ka marrë fund, s'ka kthim nga çka. Absolutisht s'ka ndryshim. Që ky është lajmi i fundit. Mas ti lajmi s'ka lajme më. Informacioni i fundit për çka do të ndodhë me ne pas vdekjes është ky. Merre seriozisht.